Sot do shohim 5 makinat më të forta nën 5.000 euro. Duke llogarit çmimet në Shqipëri, sa do shkojnë këto makina bashkë me letra, me targa, me dogan, te 5, domethënë. Po e nis listën me modelin që kam pas edhe eksperiencë vetë, kam pas një 2 modele si ato. Honda Civic gjenerata e 8, versioni FK ka ky që është i hatchback i Europës. Këto motorat i ka gjitha të forta. Ka motor 1.4 benzin, motor 1.8 benzin, si që kam pasun të dyja 1.8, ka edhe 2.000 benzin, KZ-ën, që e ka të Type R-ja, edhe 2.2 naft në fakt, edhe ajo është i fort. Kamjot, manualet gjitha i ka të forta, duhet shmang automatikja iShift quhet, që është si robotike, ato s'bëjnë. Edhe kurse automatikja tjetër, që është automatike e thjesht, ajo bë. Do thonë thjesht duhet shmang kamjo automatike, robotike. Tjerat pastaj janë gjitha të forta, shkojnë shumë kilometra, pa vetëm vaj filtra, s'ke nevojë mi bë, pjesë i ka shumë të lira, çdo lloj pjese që mund t'i prishet, se zërsi i prishet. Nuk llogaris vetëm makinat që kanë motor të fort ose kamjo të fort, që përgjithsisht janë të forta dhe s'kan shpenzime. Kjo s'ka as probleme elektronike, asgjë, makina thjesht i punon gjitha gjonat shumë e fort. Është zgjedhje shumë e mirë.